referët në vendin tonë? Si pas teje? Paj, pyetje vështirë, po... Qashtë e mendojnë? Ne jemi të edhonë, fakte, kemi edhonë maksimumin duke bazuar, ne po thëmë si ma herët, po dhe kemi referë që janë të edhonë maksimumin për marrë në kvalitet. Po, është vështirë të vjen kvaliteti me njerë, ka të dalim shumë. është mua dhe vlau Valoni gjithmonë ka pyet, a është ma letë refera, po lojtar. Refer është më vështirë. Se lojtar gabon zaventsosh. E refer, një gabim, mund të kushton shumë. E ne tash për marrë në atë kvalitet duhet shumë punë. Po duhen edhe kushtet të plotësohen. Visar, një pikë që ne kemi kritiku, si vjetë e bisedun pak me Adheu, në pash të në kohën ki ti të buqesh dire sa Adheu u përgjigjej, është komunikimi në ndeshje sidomos me trener. Si mas te, ku është probleme? Po problemi është kështu. Ka varet karakteri trenerve dallon. Ka trener që ta akcepton, ka trener që fillon but, bisedon, të kupton. Herën e 2-3, do shta i komunikimi tepër, që e cekë edhe ma herët Adheu, a i kalon atë limitin edhe shambull ka rast kur ti shkon me bisedu, a i mënyrë agresive të kthejet, ose ndo një fjalë gjuhën serbokrate apo amerikane që më kanë ndodhur ose pse unë në atë moment duan ata stopoj ata. Që mi tregu që në këtë mënyrë me nuk mund me vazhdu komunikimin. Ajo pak aty po është si lojë psikologjike, tash ti po duhesh mu qetësu, me prit ai derisa qetëso se një gjë është e na që ne zakonisht me të parën herë nuk shkojna me vrejtje. Kjo ndodh te secili gjyqtar vendor në çdo shtet. Po këta të hujt kur vinë, apo dhe FIBA, si që kërkon ata, s'ka pardon. Te ata është nëse nuk e vrejtjen apo tekniken në një moment pak agresiv, të them, ata marrin po jena të dopta. E tek ne, që të jena të usil në Kosovë, ne sot e referojnë ashtë mas 3-4 dite prap kam u taku me ta, edhe ne mundohemi pak sa ma shoqërisht. Kjo ndoshta neve po na ndikon. Sa është vështirë me qenë refer në basketbolin në Kosovë? Varet tash fillimet kanë qenë vështira, po tash këto 2-3 vite të them, okej, është vështirë për çdo vendim, për çdo mënyrë të lojës, po përvoja bën veten. Përvoja veten edhe ne duhet të jemi non stop të qetë, duhet me bizotru qetësia në vete, për arsye se ne jemi ata zjarë fiksa që duhet të ashtu zjarin, apo këton në çdo moment. Okej, po veç ka njerë po i qitë një edhe benzin zjarit. Po kur s'po kuptojnë, po duhet. Ka njerë po i qitë një edhe benzin zjarit, nuk o si nuk po i qitë një.